Fakulteti i Shkencave të Edukimit ka përfunduar fazën e dytë të konkurseve për programet e studimit. Dekania e këtij fakulteti, Eranda Halluni, theksoi nivelin maksimal të aplikimeve. Sapo ka përfunduar konkursi në programet e studimit mësuesi në pikturë dhe grafik dhe mësues i muzikës. Gjithashtu dhe në edukim fizik dhe sporte. Niveli i aplikimeve ka qenë në nivelin maksimal, por gjithashtu ne kemi realizuar pothuajse tek programi i edukimit fizik dhe sporte, ne kemi realizuar pothuajse të gjitha kuotat. Po kështu, në nivele mjaft të mira janë edhe në programet e studimit mësues për pikturë dhe grafik dhe mësues i muzikës. Ajo shpjegoi gjithashtu se tashmë fillon një fazë tjetër e regjistrimeve për studentët e shpallur fitues. Tashmë fillon një fazë tjetër që ka të bëjë pikërisht me regjistrimin e studentëve, pra studentët që janë shpallur fitues në konkurse duhet patjetër të paraqiten pranë sekretarive mësimore për të bërë regjistrimin përfundimtar dhe me datën 3 tetor janë pjesë e Fakultetit të Shkencave të Edukimit. Fakulteti vijon të mbështesë studentët e rinj dhe të sigurojë një proces të drejtë dhe të rregullt regjistrimi, duke garantuar që të gjithë kandidatët të përfitojnë mundësitë e plota të arsimit.